O fatkeqësia ma madhe nëse vinë në krye të shtetit klerik, çfarë do të qofshin ata? Ato është pranu, kanë. I ki në institucionet e Kosovës i ki. Po, i ki në institucionet e Kosovës, se një hoxhë i cili delë ta shanë Skënderbeun, edhe një subjekt politik që të njetën thirët në vlera kombëtare, e në flamura, e në Skënderbeu edhe e fut mrena në Kuvend ta bën deputet, domethënë tu parim s'ka. Tu ka interes, tu gjithçka është interes. E do të thonë mund të botar një hoxh shumë shpejt, E ki fjalën për vetvendosin ti? E ki fjalën për vetvendosin? Po dhe për Molla Osmanin e ka. Për Molla Osmanin. Po thjesht ai do të thotë ka thonë që Skënderbeu s'është heroin, sot e ki deputet në parlamentin e Kosovës. Se ka thonë se ka mit Skënderbeu, ka thonë ka mit musliman, as që ka pas musliman kone Skënderbeu. Pikërisht në atë. As që ka pas. Pikërisht. Jo, më çfarë. Pikërisht. Çka ka pas? Ka pas qytetar, kush e kanë liftuar? Ne kemi menduar se Skënderbeun edhe e kanë liftuar njerëzit prej Anadollit. Jo, marrë këto janë rekrutuar njerëzit të Maqedonin, këto vijë se kanë shkuar e kanë liftuar. Me parë. Sot marr Turqia, më dhon parët e liftojnë Shqipërinë. Shqipëria nëse Shqiptaria bën konflikt me fejen tonë, cilën e kishte zgjedh? Feja na shqiptari. Ja mos i thë fen, besimin. Besimin na shqiptari. Jam shumë krenar që Jam shqiptar. Jam shqiptar dhe jam me primen e dervishëve autoktonë shqiptar. Po, që e kanë ndihmu mu po shteti shqiptar. Bravo, bebe. Që e kanë ndihmu këtë frim të shqiptarisë. Në Shqipërisë, pështetë më mirë. Të ju në shkamu pështetë. Edhe sadri e bon e pyetje më ardhë një hoxh. Kur hoxh nuk ka marrë këto treva më ardhën kryet shtetit? Se? Se nuk e duron toka shqiptare. Kur? As priti? Hiç, as priti. Ide për Shqipërinë. Dhe ta harrojnë. Ma le ta marrojnë ai kish më 100 komuna midis Prishtinë e xhamin le ta çojnë kup qiell se kur e për jetë këtu nuk kemi milionën ata me 2 minutë këtu. Vetë që është një dallim që kështu prifta dhe kanë ndaluar rrepsisht më me politikë dhe me poste politike. Kush e kanë ndaluar? Priftat. E kanë ndaluar? Rrepsisht. Rrepsisht. Po xhallarët se kanë. Xhallarët janë pushtet këtu. Jo, se a ki po na Jo bënë gjuna, jo jeni gjuna. Na e kena se hap më morë. Jo, është ligji Vatikanit, do thotë që nuk lejohet do thotë më morë politikë. Unë pi thirri gjithë. Plotësisht e ndon pe politikë. Unë pi thirri gjithë. Hade a kemi marr pjesë kur hapet xhamia këtu, xhamia në Prishtinë me 4 minore, xhamia më e madhe në Evropë, duket po thonë apo. A kemi marrë pjesë në atë ceremoni? Nuk e di tash. Xhamia është pushtet politik, ose a di ç'i është problemi? Njerëzit dalin e votojnë, që ne do të mësu me demokracinë dhe me shtetin. Njerëzit dalin e votojnë një hoxh dhe ta bojnë vëlla, kryetare, president, ne kena me respektu rregullat e demokracisë. Unë jam për me respektu rregullin, ligjin. Unë jam kundër atyre që ofendojnë, shajnë, shpifin. A më kupton? Unë nuk jam kundër të kombit Sultan Mahmudit nëse ato janë, unë i pranoj edhe hadithet. Vetëm citat, i pranoj edhe hadithet, po në asnjë hadith që e di Shebedria, në asnjë hadith nuk shkruan me shoh nonën Teres, me shoh Xherx Kastriotit, me shoh shtetin shqiptar. E në momentin që i shoh vlerat e trashëgimisë kulturore shqiptare, ai s'është Shebedria po, Shebedria? Dgjoj. Është një karakteristik nga rilindasit e vjetër të frymës të kauzës kombëtare të luftës më të re të Kosovës, kur shumë hoxhallarë dhe shumë prifta shqiptarë, vëllezërit tanë, cilët i kanë stërhu njerëzit, i kanë stërhu fëmin, ju kanë dhënë bukë, i kanë mbrojtën, edhe kur i kanë pyetë serbët ata, këta nuk janë, kanë thonë këta janë shqiptarë, këta janë fëmijë të pafajshëm. Këtu bazohem. Nëse një klerik fetar, pezom shemën e Tim Shkupi dele fol diçka për flamurin ose një prift katolik atje në Amerikë dele thot i preve i boni këto sene. Këto sene janë duhet mi marrë këto nga të zemrës. Ka fol Tim Shkupi me Shebedrin, jo me folin në shumë misë na, më qumë i fytash Manuelin, a ki po mëre shka ka thonë në Anton Këshira. Po shka ka faj Manueli që ka thonë Anton Këshira tjetër të ma. S'kum thonë unë për shepe ka thonë, ku ma ditja ka marë, zoti me ta, o nërvëzua, ku me që ka u bon shpa nërvëzë ka pas, që u ka folë atë fjellë të mrapsht, edhe tash, hajde tash krejt katolik, mi shoh, mi fyj, mi bon, i 100.000 zeza për jo marë vlaze. Unë i kam shumë shkok, kam shumë dashamia tonë, që jam krenar me ta që më dojnë edhe i dua. Jam shumë krenar me ta që më dojnë edhe i dua. Çka shepedre, se para se me kalu të Emanueli, se është pyetja fundit, çka nëse kish dalë një lëvizje për shembull, mori kthyn në fenë islame kundra katolicizmit? Si do të reagu ti? Po për shembull. Si reagu? Po. Pse me kthy djalin në fe islame për shkak kur ky e ka besimin shpirtëror të vetin e ka në kish për shkak pse? Të pyetën ekip
Pyetën na, çfarë pyetën kjo? Pse me Shumë kjo? mirë. Çfarë pyetën? Më shumë më dal, Jo, ka dalë se vedre ta i bën pyetje moderatorit. Çfarë pyetje vone? Pse? Ka dalë se vedre. Me dal, pret, me Ka dal dalë. një lëvizje e tillë, Emanuela të kish pengu ty. Po s'ka mujt më kthy kur kush që Po, di jo, kjo vjet të as embolu, televizje, të se embolu. po kjo çështje. Ti të embolu. Po një diçka. lëvizje për Sa shembull me lëvizje? dal, një lëvizje për shembull me Ai 5 dal. herë ditë thirr Allahu Ekber, vëlla tranon, ti thu lëvizje. Çfarë lëvizje më të madhe se kjo do? 500 vjet u kon lëvizje otomane se nuk ka kthy.